نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لازم مير është fshatin e Juve, fshatin Ratkovës. E kam vizituar plot herë. Mirpo tani është hera e parë edhe që nderohemi me pas mundësi me mbajt një fjalë para Juve në xhamin e këtij katuni. Allahu e udhëzoft këtë vend edhe e nderoft me islam edhe me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shpërbleft hoxhën e nderuar, hoxhën vllaun ton Samirin për ftesën edhe këshillën e xhamisë për lejen për mbamje të ligjëratës. Allah i shpërbleft me të mira. Tubimi në xhamia, vllazit mirë, është qëllim prej qëllimeve të shariatit. Edhe prej gjërave të cilat na kanë nxit shariati me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjanë e parë që ka bë kur ka ardhur në Medinë ka qenë ndërtimi i xhamisë. Edhe formimi i komunitetit musliman edhe bashkimi i muslimanëve në xhami. Prandaj ne të gjithë duhet të mundu që xhamiat e Allahut subhanahu taala t'i bëjmë qendra të feston edhe qendra rreth të cilave sillet tërë jeta jonë dhe aktiviteti jonë. Përsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përmend 7 grupet e njerëzve të cilët do të jenë në hijen e Allahut subhanahu taala ditë kur s'ka hije tjetër përveç hijes së tij, të hijes së arshit të Allahut që ka në hadith tjera, është edhe një njeri që zemrën e ka të varur në xhami. Zemrën e ka të varur wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Njeri i cili e ka zemrën e varur, të vjertë, e ka zemrën e vjertë në xhami. Siç që lustar për shkak është i vjertë në xhami, është shkruar në xhami. Çashtu besimtari do të më pas zemrën e vjertë që është në xhami, ti del jashtë, por po zemra jote është këtu në xhami. Pse nëse ke këtë zemër çështë, atëherë ti çdo veprim tonin e lidh me xhami. Për shembull e lidh që këtë punë e bëj para namazit të sabahit, këtë punë tjetër e bëj mas namazit të sabahit. Një punë tjetër e bëj masi të fali drekën në xhami. Punën tjetër e bëj masi të fali ikindin në xhami. Mas jacie e bëj këtë punë para akşamit e bëj këtë punë. Çdo punë e lidh me xhami dhe gjithmonë mendon çysh me organizu jetën tonë për xhami. Me organizu jetën tonë për xhami, çdo do të jetë besimtari. Pastaj xhamiat duhet na thotë mi ba qendra pashtu të mësimit, ku mësohet feja Allahut subhanahu taala dhe mësohet gjëra tjera që kanë nevojë, njerëzit që kanë nevojë, edhe bazat edhe të tubimit edhe gjërave tjera që kanë nevojë njerëzit. Si të qoftë, ajo që kam dëshirë me fol për Juve është disa shkaqe që i kanë përmendur ulemat se si e arrin njeriu dashurinë e Allahut subhanahu taala. Si mundesh me arrit, si mundesh me ngrit, si mund të ngritesh e të arrish muhabbetin e Allahut, të arrish me dash ty Allahu subhanahu wa taala, me dash ty Allahu subhanahu wa taala. Nga se kur Allahu subhanahu wa taala e don robën e tij, atëherë Allahu subhanahu wa taala i urdhon me laçet e tij me dash atë robën tina. Edhe i bën njerëzit me dash atë njerëj.
edhe bën njerëzit me njerëzit në tokë me pranuat njeri edhe me pranu fjalët e tina edhe gjërat që i thot ai njeri. Secili prej neve duhet me arrit dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, me arrit me që Allahu më na dash neve. Shikoni njerëzit në jetën e tyre të përditshme. Shikoni çdo kush që ka diçka në jetë, mundohet me arrit dashurinë e dikyna edhe atina që është më i lartë saj. Ka njerëz për shembull mundohet të arrit dashurinë e shefit ti, me dash shefit ti, se është punëtor i mirë. Dikush tjetër që është në politikë ka qef me dash i pari i partisë ti. Dikush që është me naj shtet, ka qef që me dash një shtet që është më i madh se ai. Ka qef me dash një kryetar që është më i madh se ai. Mirë po besimtari ka qëllimet më të larta. Ka qef që me dash mbreti i mbretërve, Allahu subhanahu wa taala. Ai që është mbi të gjithë, ai që ka sundimin e çdo gjëje. Kjo është qëllimi më i lartë, kjo është gjëja që besimtari mundet me bëhe, edhe duhet me arrit me të bëj që me dash Allahu subhanahu wa taala. E për punëve që të ndihmon ty me dash Allahu subhanahu wa taala dhe me arrit dashurinë e Allahut subhanahu wa taala është më së pari me mendu mirësitë e Allahut ndaj neve. Mirësitë e Allahut edhe ajetet e Allahut që na i ka dhënë neve. Allahu neve na ka dhënë më së pari, na ka dhënë Kur'anin, na ka dhënë sunnetin e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Na ka dhënë të mirat e dunjas. Që Allahu subhanahu wa taala në surën Ar-Rahman shpesh ka përsit fjalën fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Cilën mirësi të Zotit ju po e përgënjeshtoni o njerëz e gjin. Cilën mirësi Allahu jep tona të mirat. Allahu ta jep ta ka dhënë më së pari Islamin. Ta ka dhënë udhëzimin në fetë Allahut azza wa jall. Ta ka jep jetën e mirë, të ka jep ushqim, të ka jep rroba, të ka jep siguri. Të gjitha këto ti duhet me falëndëru Allahun azza wa jall. Edhe duhet me mendu për këto gjëra. Për të gjërat që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj të pika e dytë që mund me kalu pas kësaj me këshyr mirësitë e Allahut subhanahu wa taala në tokë. Që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në tokë. Allahu azza wa jall na ka jap tokën që na me shfrytëzu ata. Tokën Allahu subhanahu wa taala neve na ka lënë që me e shfrytëzu ata. Edhe kush është punëtori i tokës, e din që mbjell diçka në tokë, e lëshon farën në tokë. E Allahu subhanahu wa taala e bën farën me mbi. Edhe bën pastaj ushqimin prej asaj fare. U bën ushqimin prej asaj fare. Kjo është mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Sa ka ardhur në hadith qudsi që Allahu subhanahu wa taala ka thënë që ka trupi ka mësuar se Allahu ka thënë ja ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Ka thënë o robët e mi, ju të gjithë jeni të uritur, të gjithë. Përveç ata të cilën unë e kam ushqy. Prandaj kërkoni prej meje ushqim edhe unë ju ushqej juve. Që kërkoni prej meje ushqim, nëse kërkoni ushqim, unë ju ushqej juve. Pse jena të gjithë të uritur? Bila në hadith tjetër ka thonë se gjithë jeni të zhveshur për ata që e vesh Allahu subhanahu wa taala, edhe rrobat që i keti. Edhe rrobat që i ke, edhe ushqimin që i ke, kënë janë për mirësisë të Allahut azza wa jall. Për lype për Allahut edhe Allahut i jep se këtë ushqim mos me pas lëshu Allahu subhanahu wa taala shiun, edhe me pas ujë, edhe me pas mundësi me vadit arat, ose me ra shiu prej edhe me mbi bimt, na s'kishim pas mundësi me pas ushqim. Kafshët si ishin ushqy prej aty ushqimit që del prej bimëve. Njerëz që shumë mi prej kafshë me hangër mishin e tyne, apo me përdor lëkurën e tyne për kpusa, me përdor për gjëra tjera, apo me përdor tamlin e tyne, çumshtin e tyne për me pi, apo me përdor bimt edhe pe bimëve pastaj prej bimëve pastaj me marru rroba, me marru tesha, edhe për lkurave, për bime marruan materialet, për materialeve tani bëhen robat. Këto në këtë mirësit Allahut subhanahu wa taala, na do të me falëndëru Allahut subhanahu wa taala për to. Allah pastaj ti kalon rrugët
që mund është me shku majtas, djathas, lartë poshtë mund shkon, Allahu subhanahu wa taala që i ka mundsu njerëz, i ka mësu që me pas mjetet udhëtimit që mund me shku njerëzit në vend ku kanë nevojë me shku, mund me fluturu me aeroplan, mund me kerr me sana. Këto janë mirësitë e Allahut. Mirësitë e Allahut. Falenderoj Allahun për to. Mendo për këto mirësi që t'i ka dhënë Allahu azza wa jall. Njerëzit sot jetojnë në mirësi që njerëzit përpara nuk kanë mujt me ndru për to. Pastaj mendo në ata qysh Allahu subhanahu taala në vendet e ka bë klimën e përshtatshme për një vend ku jeton ti. Ta ka bë që me pas natë, me pas ditë, me pas stinë të ndryshme. Kjo është mirësia e Allahut azza wa jall. Ta ka mundsu ti që me pas natë e ditë, jo si ndo vende ku nuk dallohet dita e nata, ku nuk e din njeriu se kur është ditë e kur është natë, kur nuk e din njeri është vapë e madhe apo shtofti i madh. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë këto të mira. Mendoje ato që ndodhin në qiell, Allahu subhanahu wa taala ti ka dhënë e ka lënë tokën në pozitë caktuar që ka dashur Allahu azza wa jall. Me thonë në atë pozitë, me thonë pozitë tjetër i shkon puna ke ndryshe. Sa planete ekzistojnë, mirë po, nuk dihet që ka jetë në to. Nuk dihet që ka jetë to. Ty Allah subhanahu wa taala ka mundsuar që me thonë këtë, prandaj mendo për këto punë, e nëse mendon për këto, atëherë arrin me dashur Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e çdo sene. Shtatë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që krejt toka dhe qiejt, krahasim me kursinë e Allahut subhanahu wa taala është si një unaz e hedhur në shkretinë. E kursia e Allahut subhanahu wa taala në krahasim me arshin e Allahut azza wa jall është sikur të një unaz e hedhur në shkretinë. E Allahu është i ngritur mbi arsh subhanahu wa taala. E përkundër kësaj njerëzit nuk e vlerësojnë Allahun. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Edhe ata nuk e kanë vlerësuar Allahun me vlerësimin që e meriton ai subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Edhe tërë toka është në grushtin e tij ditën e Kiametit. Edhe qiejt janë të palum në dorën e tij të djathtë. Këto thotë, nëse njeri mendon kështu, e din për ti mos mendo kur të bësh një punë të keqe, është e vogël apo e madhe gjunaji, po mendo ndaj kujna jeti bë gjuna. Ndaj atij cili është më i madhi, ndaj atij për cilën thuti Allahu Akbar. Allah është më i madhi, Allah është më i madh se çdo gjë. Allahu nuk ka nevojë për neve, po na kemi nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Na duhet me dashur Allahun subhanahu wa taala edhe me bë punë që Allahu me kanë i kënaqur me neve. Po ashtu me mendu po ashtu në shariatin e Allahut azza wa jall. Ligjet që i ka vendos Allahu azza wa jall. Ligjet e Allahut, shariati i Allahut që ka ardhur në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është krejt mirësi për njerëzimin. Çdo ligj i Allahut azza wa jall është mirësi për njerëzimin. Për ligjeve më të mira, më të dobishme për njerëzimin është ligji që ka të bëjë me dënimin e vrasësit. Dënimin e vrasësit. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa lakum fil qisasi haya." Ka thënë në marrje të hakut ndaj vrasësit keni jetë. Kjo është ajeti më eloquent në krejt librin e Allahut subhanahu wa taala. "Wa lakum fil qisasi hayatun." Keni jetë në qisas. Çka është qisasi? Qisasi është kur vrasësi e vran dikë. Atëherë, sipas shariatit islam, shteti e ka obligim ta marrë vrasësin edhe me vrasësin për vrasjen që e ka bë. Edhe nëse kjo punë bëhet, vrasësi vritet për vrasjen që e ka bë, atëherë do të ketë jetë. Pse? Sepse njerëzit tu friksohen edhe nuk bajnë vrasje.
Nuk bën më vrasje, për sa i jetojnë njerëzit. Për këtë arsye jetojnë njerëzit. E ligjet që janë ligje tjera, përveç ligjit të Allahut subhanahu wa taala, këtë punë nuk e bën mirë. Për shembull, vrasi vran, edhe mund të më marr 10 vjet burg, mund të më marr 20 vjet burg, mund të më marr 30 vjet burg. Mas një kohë del pi burgut. Mas një kohë del pi burgut. Yani keni pa ndoshta rastin më të ri kur ishte ai komandanti i korpusit të ushtrisë të Miloševićit, që ka qenë korpusit Prishtinës, ka qenë i dënuar për krime lufte në Kosovë. Komandanti thotë i ushtrisë për këtë Kosovën që u kanë shkallë, e kanë marrë në burg një kohë në Finland, tash e kanë shkuar të shtëpia. Sa mija njeri u kallë, u vra, sa shtëpia u kallë, sa gruaja u dhënu, sa të këqija të jenë bë. Ai ka shku në Finland, e ka pas burgun si hotel, tash në fund e kanë shku, ka thonë se është pas qef njeri pëlqojna pi burgut. Ku ka mirësi në të? Ku ka drejtësi? S'ka drejtësi, kjo s'është drejtësi. Kjo nuk ka drejtësi. Nuk ka kur fra drejtësia. Edhe mos me pas njeriu me besu në caktimin e Allahut subhanahu taala, edhe mos me besu në shariatin e Allahut, edhe mos me besu në ata se ka ditë kiametit, vërtet kjo i kish ndikuar njerëzit me ose mu të shmend këtë, ose mos me jetun këtë botë. Pse tha, qysh është e mundur? Qysh është e mundur dikush që ka bërë gjithë këto krime, ka udhëheq, thot një luftë kaq gjakatare, mu dënu kaq pak edhe pastaj mu lëshu pi burgut. Mos me ditë njerit që ka ditë gjykimit, ka ditë kiametit, kur ai që e meriton vërtet dënimin ka mu dënu të Allahu subhanahu taala, atëherë nuk do të kishte qenë kjo punë. Pra njeriu mendon në mirësitë e shariatit të Allahut. Për shembull, pe mirësive të shariatit të Allahut subhanahu taala, po ashtu që ka të bëjë me vrasjen, është puna që haku që mirret për vrasje, është në dorë të familjes të vramit. Edhe nëse familja e të vramit vendosin mi afal vrasësit, atër i falet, edhe nuk ka dënim për ta. I falet, ja kanë fal. Edhe në asë shonë burg asë kërgjë. Ose mundet me kanë burg mas një kohë ja falin. Ose familja të vrasit kërkojnë për shumë një kompenzim material për vrasjen, bëhet kompenzimi edhe lirohet njeri për i burgut. Edhe kjo është një mundësi, edhe kjo është mirësi e shariatit Allahu subhanahu taala, sepse në shariatin Allahut ekziston një gjë që quhet falje. Që nuk ekziston në ligjet e mosbesimtarëve. Për shembull, sot më ndodh një rast i tillë, një vrasje për shembull. Edhe familja e të vramit më thon pja falëm vrasësit, prap dënohet. Për shembull, ndoshta keni pa, ka qenë një vrasje në Amerikë këto ditë, një politikan e vrajtën, edhe gruaja atina kërësht thot me të majtën tubimin me të dhe para Trumpit, tha unë pja fali vrasësit. Unë ja fali vrasësit që ma ka vra burrin. Si pas shariatit islam, kë ma nuk dënohet. Edhe i falet do thot mas pari nuk dënohet me vdekja, nëse ja fal dikush prej antarëve të familjes që ka drejt në trashëgiminë e tij, siç është gruaja, edhe ai më nuk dënohet me vdekje. Por mundet mu dënu në mënyrë tjetër ose mundet mu kërku kompenzim. Kjo është për mirësive të shariatit Allahut subhanahu taala. Për mirësive të shariatit Allahut azza wa jall, është për shembull ndamja e pasunisë, që Allahu subhanahu taala në librin e tina e ka caktuar çysh mund nda pasunia kur dek njeri. Edhe e njohim Allahun azza wa jall. Edhe te ai kena mu kthy.
Ata e kena më këthi, për shta, kur ndodhë diçka thu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Vërtet, na jena të Allahut, edhe vërtet, na kena më këthi të aj. Pra që, nëse e di qëta, beso edhe forcohu të kjo punë. Po ashtu, pika 6 është që e kam përmen ulemat, ka thonë, me mendu në sevapet e Allah subhanahu taala, edhe posaçërisht shpërblimet që Allahu azza wa jall ja ka lënë umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që ja ka lënë umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu umeteve para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ju ka jap jetë gjatë. Kanë jetuar gjatë njerëzit para umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah subhanahu wa taala ka përmend Nuhin alayhis salam ka përmend se veç te populli i tij ka nejt 1000 pa 50 vjet. Domethënë 950 vjet ka nejt veç te populli i tij duke thirr. Plus sa ka jetu kohë tjetër. Ka jetu gjatë. Edhe kanë bërë punë, shumë ta kanë bërë punë atë. Edhe kanë pas shpërblime për punët e gjata dhe jetën e gjatë që kanë bërë në ibadet Allahut subhanahu taala. Mirë po, Allahu azza wa jall umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka veçu me shumë fishim të veprave. Allahu ka thonë, "Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha." Kush vjen me një të mirë, thot, e ka 10 fishin e tyne. E çasoj mirësia. Ti mas pakti për çdo punë që e bën, e ki 10 fishin e shpërblimit të Allahu azza wa jall. Mas paku. Deri te 700 herë, deri sa don Allahu azza wa jall. Deri sa don Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një gjë që e ka veçuar Allahu subhanahu wa taala këtë ummet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që shembulli ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është si një njeri thotë që e ka marrë punëtor. Thotë. Edhe do punëtor për shembull thotë kanë punu dhe në drejkë. Edhe ja ka jap shpërblimin. Do tjerë kanë punu deri në ikindi. Edhe ja ka jap shpërblimin. Do tjerë thot kanë punu thot pej ikindis dhe në akşam. Dhe Allah ja ka jap aty në shpërblimin e plot, sikur dikush që ka punu tan ditën. E kjo është shembulli i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që Allah subhanahu taala e ka bë punët e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me të pakta, edhe jeta e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shkurt, mirë po, shpërblimet me kanë të mëdha. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Amar ummati baina 60 wa 70." Ymri i umetit tam është ka thonë prej 60 deri në 70. Prej 60 deri në 70 vjet. Çka është ymri i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Shumica e njerëzve jetojnë qëto, dhe 60 dhe 70 vjet, shumica njerëzve. Ka që e kalojnë të është, mirësia Allah, që i jep dikujna ymër më të gatë, mirë po shumica njerëzve, qështu jetojnë. Qka që është ymëri i këtij umeti? Shumica njerëzve që i ymëri shkurt, por shpërblimet shumë të mëdha. Shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që, për shembull, një njeri, nëse brenda ditës bën dhikr, edhe ka përmend prej dhikrave të Allah, bismillah. Për dhikrave të Allah subhanahu taala, për shembull me bë mbas namazit farz, ka 10 herë subhanallah, ka 10 herë alhamdulillah, ka 10 herë Allahu akbar. Thot 40 herë mbas namazit. 5 herë në ditë 150. 150 herë. Plus 100 herë para se me flajt, me thonë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. U bënën 100. Plus ato 150, 250. 250, apo thonë, jetë fjallë të gojes. Vesh me thonë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Që ka shletë? Për këto më një thu për këtë që ti marrë as 2 minuta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që qëto janë të Allahu 2500 sevape. 2500 sevape, veç për qëta, kush më shumë. Brenda ditës që mund i bën. E ka thonë, kush prej juve i bën 2500 gjunohe brenda ditës? Kush i bën 2500 gjunohe brenda ditës? Se gjunohet shlyhen me
me mpu të mira. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Vërtet, të mirat i shlyn të këqijat. Punët e mira që i bën, kur ti bën punët e mira, me që ato punët mira, Allah ti shlyn punët e këqija. Ti shlyn punët e këqija. Me namaz, me dhikr të Allah subhanahu wa taala, me sjellje të mirë ndaj prindve, me edukat mirë, me thirrjen në Allah subhanahu wa taala, me çdo se janë këto kanë sevape që Allah subhanahu wa taala përmes tyre ti shlyn punët e këqija. E prap ka njerëz që përkundër kësaj, përkundër mundësive të shumta që ja ka dhënë Allah azza wa jall këtij umeti, mi fal shumë gjunata dhe me arrit shumë sevape, përkundër kësaj ka njerëz hala që bajnë qash shumë gjunahe, edhe qash pak bajnë punë të mira, sa që të këqijat jam mujnë të mirat. Të këqijat i ka matë shumë ta, se sa të mirat. Përkundër asaj që Allah subhanahu wa taala të kalon ty dyr e dritare, çka dush me bë punë të mira. Përkundër kësaj, prap njerëzit kalojnë edhe thot të këqijat e tyne i mujnë të mirat e tyne. Allah na rujt na mundsoft që me basa ma shumë ibadet Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej të mirë, prej zëra që na mundon, na bën me dasht Allahun subhanahu wa ta'ala, është mirësi që na jep neve Allahu të kësaj toke. Allah subhanahu wa ta'ala ta jep grunë e mirë, ta jep kujshin e mirë, ta jep bindjen ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto mirësi të dunjos do të me falenderu Allahun për to. Do të me falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala për to. Gruaja e mirë është plotësimi i imanit besimtarit. Plotësimi i imanit besimtarit. Edhe besimtarit do të mund me falenderu Allah subhanahu wa ta'ala gruën e mirë, edhe më mundu me përmirësu ata, edhe me investu në të në edukimin e saj, edhe mësimin e saj festë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kujshia i mirë është nimet i madh i Allahut subhanahu wa ta'ala që ja bën robit, do të falenderuan Allahun për ta. Bindja ndaj Allahut, namazit që e bën, gjitha këto janë mirësi që Allahu ty t'i jep, edhe duhet me falenderu Allahun për ta. Pika e 8 që kanë përmendur ulemat ka thonë, me mendu se si Allah subhanahu wa ta'ala nuk i dënon me njëherë ata që bojnë gjunohe, po ju jep kohë. Pse jep kohë? Dykujna jep kohë që të pendohet e Allah subhanahu wa ta'ala. Pendohet. Nuk e merr. Edhe shumë prej njerëzve, pasi që kanë bojnë gjunohin, i kujtohet që ka qenë koha kur ka bojnë gjunohe, edhe që se ka marrë Allah, edhe falenderoj Allah për ta. Unë e kam dika shumë dashur të unë. Thot, alhamdulillah, thot, jem kam përpara smut. Ka pas smundje. Thot, edhe ka mujtë Allah me marrë, me vdek. Thot, po alhamdulillah, thot, që Allah nuk ka marrë gjatë asaj kohë, se s'kam pas namaz. Lania namazit është për gjunave më të mëdha. Edhe thot, s'kam pas namaz. Tash thot, alhamdulillah, Allah ma ka mundsu namazin. Pas asaj thot, me pas vdek atër, ku me të shkon puna jam. Allah subhanahu wa ta'ala i bën do robët vetë i jap kohë për mu pendu. Sa për robët Allah subhanahu wa ta'ala kanë bërë kohë, kanë kalu vite të i bërë gjuna Allah subhanahu wa ta'ala, pastaj janë kthy, edhe janë pendu te Allahu azza wa jall. Edhe Allah i pranon toben atina, pendimin e atij që kthehet te Allahu azza wa jall. E pranon edhe e bën që të kthehet sikur se në atë ditë kur e ka një nona vet pa gjunohe. Kur shpendohet sinqerisht te Allahu azza wa jall. Përsa Allahu ose dikon që Allah subhanahu wa taala bën zullum të madh dhe mundet mas një kohë thot me marr me dënim të madh. Shka për pejgamberi sa që in Allah yumli lil zalim. Allah jam mëson një kohë zullumçarit me bë zullum. Mirpo kur të merr mos mundesh me pështu Allah subhanahu wa taala.
dënimi edhe marrja që Allah subhanahu wa taala ja bën atij që nuk i bindet atij edhe bën zullum edhe padrejtësinë tokë, është shumë e dhimbshme që nuk mundet me ik askush. Edhe historia që tërkon e kallëzon këta që kur don Allah subhanahu wa taala me dënu dikon, e dënon dënimin më të rënd. Mirë për besimtarin çdo gjë është e mirë. Pastaj me mendu pika 9 që kam përmend edhe një pikë në mbeti, e kam përmend ulema ka thënë me mendu për ato gjërat që i don Allahu. Çka sa që i don Allahu. E Allahu është i mirë, i pastër. I don vetëm të mirat edhe gjërat e pastërta. Allahu subhanahu wa taala e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala i don shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i don punët e mira, e don bindjen ndaj tij. Allahu e don që ne t'i bindemi atij, edhe mos të jemi të mos bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. E don që na me kon të mirë ndaj prindve tonë. Allahu don që na punë kur t'i bajna mi bon në mënyrë perfekte të përsosur. Allahu don që na mos sill mirë me këshit tonë. Allahu don që na me shku në xhennet. Këto punë i don Allahu subhanahu wa taala. Kur ti din çka don Allahu, i don të mirat. Pastaj ti e don Allahu subhanahu wa taala. Bën që ta duash Allahun subhanahu wa taala. Edhe pika 10 edhe e fundit me mendu për evlijat e Allah subhanahu wa taala, të dashurit e Allahut, ata të cilët kanë pozitat më të larta te Allahu azza wa jall. E më i lartë te Allahu është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberët tjerë të Allahut. Se si Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar pejgamberët e tij, edhe si kanë ndihmuar pejgamberët e tij. Se si ata kanë bërë sabër, shumë durim në thirrjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, që kanë kalu kohë gjatë duke thirrë popullin e vet, popujt e vet në fenë Allah subhanahu wa taala, që ata i kanë luftu shtëmbërimet edhe dyshimet e njerëzve që i kanë shti në fetë Allahut azza wa jall. Që ata në fund i kanë ndihmu Allah subhanahu wa taala ndaj armiqve të tyre dhe i ka jap fitoren në tokë. Duhet me mendu për këtë punë, kur të mendon njeriu për këtë, edhe din sa për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdek para më shumë se 1400 vjetëve sallallahu alajhi wasallam. Tash është viti në Hijri 1440 sa 47 ditë po mirë atë. 1447. Edhe sipas Hijrit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para sa vjetëve ka vdekur, nëse është 1447 tash. Ha? Kush e din? Para sa vjetëve ka vdekur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sipas Hijrit? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka vdek para 1436 vjetëve. Se në vitin 11 të Hijretit ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka vdek në vitin 11 të Hijretit, në Rabiul Awwal të vitit në muajin e 3, domethënë të Hijretit, në vitin e 11. Thot para 1436 vjetëve sipas Hijretit ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Thot para aq kohë ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe prap njerëzit e pasojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, prap njerëzit e dojnë ata, prap njerëzit janë në gjendje që të bëjnë çdo gjë që ta pasojnë rrugën e tij sallallahu alajhi wasallam, të sakrifikojnë çdo gjë për të pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtë kjo vllazni, këtë kjo është domethënë sa bëjmë në qysh me dash në Allah subhanahu wa taala. Por ti mundesh me dash diçka, po çka është më e rëndësishme? E rëndësishme është që Allahu subhanahu wa taala ty me dash. Kjo është më rëndësi. Ti me dash Allahun. Por do të më ditë që apo don ty Allahu ajo. Çfarë është më rëndësi? Çfarë është më rëndësi? E për gjërave që din ti që ty po don Allahu subhanahu wa taala, është që ai bindesh atij. Kanë përmend arab, ka thonë inal muhibba lil muhibbi muti'u, ka thonë i dashuri i bindet të dashurit. I dashuri i bindet të dashurit. Ti s'mundesh me pretendu
se pedon Allahun subhanahu wa taala e nuk e pason Allahun subhanahu wa taala ose pejgamberin son. Ka thënë Allahu: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Ka thënë, thuani, nëse ju e doni Allahun, atëherë më pasoni mua. E nëse më pasoni mua, e pasoni do thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë kom ju dashur juve Allahu, edhe kom ja fal juve gjunat. Prandaj, shenjë se Allahu ty të don është se ti e pason Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shenjë që Allahu ty të don. Edhe me lejet Allahut ti fal gjunat. Tani çysh e din ti çysh i ki punt me dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. E sheh veten në urdhnat e Allahut. Apo i bindesh urdhnave të Allahut. Kur Allah të urdhon diçka, apo bën çat punë që të ka urdhëruar Allahu. Kur Allahu të ndalon prej diçkafit, apo ndalohesh prej asaj gjëje që të ka ndaluar Allahu azza wa jall. Edhe kur ndodhin caktimet e Allahut subhanahu wa taala, apo ki sabër, apo falenderon Allahu subhanahu wa taala, edhe apo ki sabër, edhe apo dorëzohesh Allahut azza wa jall në caktimet e tij. Po bëni Allah vllazni se kemi zgjat pak, po sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah shpërbleft në mira.